Besarta Guri është një tjetër kampione e Shqipërisë, pjesë ekipit të Vllaznia U17 që sapo shpall kampione e Shqipërisë, duke mundur në finale Kino Studion. Me numrin 3, Besarta ishte të pakalueshme në krahun e majtë. Urime. Faleminderit. Kënaqësi që fitoni është për herë të dytë apo të tretë? Për herë të tretë. Për herë të tretë. 3 tituj në këtë moshë të re, nuk është pak. E vështirë sot kjo finale për ju? Ishte lojë e vështirë, gjithashtu edhe lojë e bukur, por rëndësi ka rezultati dhe qëllimi jonë që e arritëm. Parazimi nga Kino Studio dhe sidomos penaltit, ju vunë në dyshim se mund ta humbisni trofeun? Barazimi ishte pak i pa drejt për ne, kurse për penaltit nuk ishim dyshime që nuk mund t'ja dalim. Ndërkohë, vazhdimësia për ju si do t'jetë? Do të vazhdoni të jeni pjesë e Vllaznisë duke synuar ekipin e parë apo ndonjë lëvizje tjetër? Pa diskutim që po. Synimi imi vetëm është luaj në Shqipëri me ekipin e Vllaznisë. Që janë raportet me stafin teknik, me trajnerin Paulo Jaku, por edhe me trajnerin e ekipit parë Nikolin Lekat, që aty ku ju synoni të jeni shumë shpejt? Raportet tona janë shumë mira, kanë kënë gjithmonë, janë edhe besoj se kena vazhdu me pas raportet e mira. Ndërkohë, në familjen tuaj, si është pritur, si aktivizimi juaj me futbollin dhe ky sukses patjetër i ka gëzuar shumë? Normal që janë gëzu, pak e çuditshme sepse nuk asnjë prej familjes nuk është që merret me sportin, por do të mësona besoj. Dedikimi shkon për to, patjetër. Po. Për ta dhe për punën e vajzave dhe të pjesë stafit. Urime për të sukses dhe suksese Gurin në vazhdimsi. Faleminderit.